Shpes nderuar, mirë se erdhët në përballje në telegrafi.com. Unë jam Muhamet Hajrullah. Kosova në mesin e fushatës zgjedhore, e cila do të mbahet dielën e javës së ardhshme. Cila është vlerësimi i Partisë Demokratike të Kosovës për qeverisjen e deri tashme? Cili është plan programi i Partisë Demokratike të Kosovës apo oferta zgjedhore me të cilën kjo parti garon në zgjedhje? Për të diskutuar për këtë tema jemi me zonjën Blerta Deliu, deputete aktuale e Kuvendit të Kosovës dhe një herët kandidate në listën zgjedhore të PDK-s. Zonja Deliu, mirë se po takohemi. Mirë se u gjeta, Muhamet. Ron zgjedhjet po takohemi që sa kemi planifikuar me bëni një intervistë. Natyrisht kanë mbetë edhe pak kohë deri në javën e ardhshme. Në përgjithësi fushata edhe sipas demokracisë në veprim ka shku që është normale në sozat e asaj që po themi shpërfaqja programeve, s'kemi pa shumë debate parlamentare mes partive politike dorën zemër, jo në të gjitha ka marrë lëvizjeve të vendosje pjesë. Partia Demokratike edhe gjatë kohës kur ju ishit deri tash në kuvend, ka qenë zë kritik për temat të ndryshme. Pse sot sipas jush kjo qeveri duhet të ndryshojë në zgjedhjet e ardhshme? E para për shkak të mungesës së përgjegjësisë edhe mungesës së llogaridhënies, Muhamet, ndaj qytetarëve të Kosovës, qeveria në Ike, Kurti, është njëra prej qeverive që ka marrë një mbështetje absolute më të madhe ndonjëherë, mbi 50%, dhe nëse e llogarisni edhe fushatën e saj para se të vinë pushtet, premtimet zgjedhore, programin qeverisës mbi cilin është votuar qeveria në kuvend, sot shihni që fatkeqësisht as minimumi i premtimeve të cilat i ka dhënë Albin Kurti gjatë fushatës zgjedhore nuk është përmbushur. Prej qerdheve, banesat për çifte, çështjen e bashkimit kombëtar, aeroportin e Gjakovës, rrugën e Gjilanit, shumë projekte e programe uljen e çmimit të energjisë elektrike, një mirëqenie standard më të mirë për qytetarin e Kosovës, mbështetje për sektorin privat, mbështetje më të madhe për qytetarët që sot jetojnë në periudhë shumë të vështirë me inflacion të lartë. Pra, për 4 vite, ose më mirë them më shumë se 4 vite, nuk kemi pa asnjë projekt i cili mund të llogaritet se është përmbushur një premtim i vetëm i qeverisë për një mandat të tërë. Po e them, kjo qeveri ka pas gjithë pushtetin e saj, gjithë mundësinë që të zhvillojë projekte për qytetarët e Kosovës. As në ëndrat më të këqija se ka menduar që Kosova e viti 2024 do të jetë Kosovë nën sanksione, Kosovë e izoluar, Kosovë në raporte të tensionuara e para me rajonin, Kosovë në raporte të stërkequra me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, larg partnerëve dhe aleatëve dhe natyrisht në pa mundësi për ta zhvilluar edhe më shumë këtë vend. Unë jam deputete e opozitës, por mu më dhem kur shoh që Kosova e 2024-s figuron në ranglistat e shteteve më të varfra në Evropë, e të mos flas në rajon, standardi është shumë i vështirë, çmimet janë shumë të larta, mirëqenia e qytetarit të Kosovës është shumë e rëndë sot, dhe Kosova ka nevojë për një program më të mirë, për një vizion më të mirë dhe për një qeverisje më të mirë. Para se me shku te vizioni, para se me shku te oferta me kandidatin për kryeministin zotin Bedri Hamza, Kosova mundet më mirë, ndalim edhe pak te kjo çështja e këtyre 4 vjetëve. Ju adresuat disa çështje si deputete opozitare, si deputete e Partisë Demokratike të Kosovës. Në anën tjetër, kritikat janë që nuk ka pas le të themi njohje, nuk ka pas avancim sepse edhe ju jeni në këtë fushën e politikës jashtme integrimit evropiane, çështjet e reformave në drejtësi, por nëse e marrim 4 vjet dhe ja bëjmë një bilanc sipas PDK-s, ka pas diçka rezultate konkrete apo kjo qeveri nuk ka mujt mi arrit ato të cilat i kishte thënë në fillim para se të vinte në pushtet? Kanë qenë, e para premtimit kanë qenë megalomane dhe për mua është absurde që
as edhe një premtim I vetëm nuk ka arritur që të zbatohet gjatë këtyre 4 viteve, janë 4 vite të dështimit, është një periudhë ku Kosova ka ngecur qytetarët e Kosovës fatkeqësisht për këto 4 vite, sidomos viteve të fundit, e kanë humbur ambicjen. Është tërkequr jo vetëm diskursi publik, por ka pasur një konfrontim të pashoq të kryeministrit me policinë e Kosovës, me pjesëtarin e forcës së sigurisë së Kosovës, me mediat, me opozitën, me faktorin ndërkombëtar, me pothuajse çdo kategori shoqërore në Republikën e Kosovës, me bizneset që harrova ti përmend, Sheni Muhamet, personat ose më mirë them ata njerëz cilët kanë kontribuar për shtet e janë sot taksapagues të Republikës së Kosovës, nuk duhet të trajtohen si kriminal. Në fakt është fatkeqësi e madhe që për 4 vite kryeministri I Republikës Kosovës, qeveria I ka kryqëzuar, ose më mirë të them, ka konfrontuar diskursin publik me prokurorin, me institucionet e drejtësisë, me çdo akter. Madje për mua ishte shumë e çuditshme, dëgjova një deklaratë të një eksponenti të lartë të lëvizjes vetëvendosje tash në fushat. Tha që kushdo që se voton, lëvizja vetëvendosje do të jetë me Serbinë. Tash, nëse vetëm I kthehemi... Vazhdon edhe kjo diskurs, po mënoj edhe në 2025, se pas kanë lënë 2025. Sepse kur mungon alternativa, kur nuk ka përmbushje të asnjë pike programore, kur qytetarët e Kosovës sot kanë pritje dhe kërkesa serioze tek qeveria, natyrisht që kritikën cilën ne e shohim ose barazimin e një qytetarit Kosovës, merreni me mend, sot votues të partive politike kanë familjar dëshmor, kanë familjar heroj të Kosovës. Votuesit e Partisë Demokratike të Kosovës kanë në mesin e tyre të rënë në luftën e fundit. Deri këtu të shkoj ky diskurs përçmues, diskurs absurd, sepse ne e duam Kosovën edhe kur jemi në pushtet, edhe kur jemi në opozit. Ky vend duhet bëhet më mirë edhe kur Partia Demokratike e Kosovës është në opozit. Mu më dhem shumë që kemi pasur 4 vite të stagnimit si në aspektin e forcimit subjektivitetit tonë ndërkombëtar. Shihni 4 vite, asnjë njohje, asnjë antarësim I vetëm në ndonjë organizatë ndërkombëtare. Stagnim në proceset integruese të vendit. Aplikimi I Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian është bërë në vitin 2022 në dhjetor. Vetëm figurativisht është bërë aplikimi. Sepse Dhe nuk kanë ndonjë luftë. Absolutisht, unë jam vetë antare e komisionit, kam qenë për disa mandate antare e komisionit për integrimi evropiane. Ne kemi pasur shumë takime me përfaqësues të shteteve, ambasadorë cilët kanë ardhur për të dakorduar, për të pasur si mund ta shtyjmë agjendën tutje. Jo që reformat kanë ngecur në gjitha drejtimet, por si mund ta parashohim ne procesin integrues pa partnerët tonë. Si mund kemi... ka stagnime në këto. Absolut. Si mund sigurohen njohjet Muhamet kur ne çdo proces të rëndësishëm të njohjes dhe konsolidimit shtetit Kosovës e kemi bërë me SBA-n. Me garancën tonë kryesore, antarësimin e organizata ndërkombëtare, Këshilli I Evropës, për cilin ka sot një diskutim dhe është shumë e rëndësishme që Kosova të bëhet antare e këtij mekanizmi tepër të rëndësishëm. Si mund vazhdohet tutje rrugtimi I pa mbështetje, pa garancën e aleatit ton kryesor. Zonja Deli qëllimisht e nesër me le të themi ato si analizë, por arsyeja pse ne sot po flasim dhe pse është programi oferta e Partisë Demokratike të Kosovës, edhe unë këtë po du ta diskutojmë me juve si përfaqësues të Partisë Demokratike, edhe me subjekte tjera. Oferta e PDK-s dhe Bedri Hamza. E thatë ju analizën tuaj të situatës gjendjes. Pse po mendoni që me zotin Bedri Hamza, me ofertën e PDK-s, me motën Kosova mundet më mirë, ju po mendoni që do t'jeni zgjidhja më e mirë për Kosovën. A mundemi politikisht e fillimisht ta elaborojmë pse me zotin Bedri Hamza Kosova mundet më mirë? Para së gjithash, e para dhe ndoshta ndër më të rëndësishmet, sepse kemi një kandidat për kryeministër që ka pasur dhe ka gjithmonë parashikueshmëri për proceset zhvillimore politike në vend.
Zoti Bedri Hamza ka qenë një kohë të gjatë në shërbim të institucioneve të Kosovës, për 25 vite shërbim, nuk ka as edhe një njollë të vetme në karrierën e tij politike. I ka shërbyer Kosovës me integritet të plot, me profesionalizëm, në kohën dhe mandatin e tij, për kundër faktit që Fondi Monetar Ndërkombëtar kishte një reagim për çështjen e rritjes pagave, duke pa nevojën që Kosova duhet të zhvillohej, që mirëqenia e qytetarëve të këtij vendi duhet të rritej, kishte një vendim pikërisht të qeverisë Hashim Thaqit e të ministrit financave aso kohë zotit Bedri Hamza për rritjen e pagave. Muhamet, pagat në Republikën e Kosovës nuk janë rrit nga viti 2014, ndërkohë që viteve të fundit. Ju e dini që inflacioni ka pasur raste kur ka mbritur. Dorën zamër ka rritje të çmimeve, ka inflacion, i po sot faturat njerëzit i kishin filluar sot mi publiku faturat e reja të energjisë elektrike. Mbi 200 euro faktura. Tash llogariteni çmimin e produkteve esenciale në treg sot sa kushtojnë. Shihni çmimin e tatimit në pronë. Vetëm çmimi i energjisë elektrike gjatë kësaj kohe është rrit 3 herë dhe ne si Parti Demokratike e Kosovës jemi mundu edhe përmes komisioneve hetimore parlamentare të flasim për mirëqenien e sënuar në rast se nuk rriten pagat e qytetarëve të Kosovës e në anën tjetër trefishohet çmimi i energjisë elektrike. Shihni, katërt ju jepet një mirëqenie mëshirë ose them lëmosh qytetarëve me nga 100 euro. Sepse dëgjani, kjo ndodhi në prag të fushatës. Dhe nuk është vetëm ky problemi, mirë që janë dhënë. Por për çka kanë shërbyer ato? Janë marrë me fakturat e energjisë elektrike, të njëjtat para të cilat ju janë dhënë një javë më herët, Qeveria e Republikës Kosovës, të njëjtat mjete, ja u ka marrë qytetarëve me çmimet e rritura të energjisë elektrike. Çmimet e tatimit në pronë, paga e policit, paga e pjesëtarit të forcës sigurisë së Kosovës, paga e administratës së shtetit, sektori privat, i lënë pas dore, janë absolutisht bizneset sot para kolapsit. Dhe natyrisht që me vizionin cilën e ka sot kandidati ynë për kryeministër, ne kemi vendosur 5 shtylla kryesore, të cilat kanë për qëllim e para që ta zhvillojnë vendin, të japin Kosovës një mundësi që të zhvillohet e të ketë mirëqenie më të mirë për shtetin. Para se më shkon një elaborim, a mundesh me na tregu cilat janë 5 shtyllat e PDK-s dhe oferta zotit Bedri Hamza për të ardhur në pushtet me ato që edhe me motën Kosova mundet më mirë, unë e kam pa zotin Bedri Hamza, kryesisht edhe kemi diskutuar në analizat zgjedhore që po bëhen edhe në RTK, është që zoti Hamza është fokusuar kryesisht te temat ekonomike mbi të gjitha, ndërkohë që le të themi kryetari i partisë zoti Memli Krasniqi po fokusohet në tema politike se sekretar partie. Por në anën tjetër zoti Hamza kryesisht është fokusuar në ekonomi. Cilat janë këto 5 shtylla të cilat PDK don t'i avancojë para? E thash që nevojat e 2025-s dallojnë prej nevojave të vitit 2014-2010 Kosovës së pas luftës. Vendi sot ka nevojë për rikthim të stabilitetit ekonomik, politik dhe të partneritetit ton me aleat. Pra, po i përmendi vetëm 5 prej shtyllave cilat i kanë edhe detajet e saktësuara, sepse kemi një ekip të Partisë Demokratike të Kosovës që pas takimeve të zotit Hamza me fokus grupet, me gjitha grupet e shoqërisë përfshi këto kategoritë më të ndjeshme shoqërore, familjet e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, ndërmarrësit, shëndetësinë, arsimin, minatorët, pjesëtarët e FSK-s, policinë, pensionistët, të rinjtë dhe studentët. Pra janë takuar për 4 muaj ka pasur një turne ose mirë them tur të zotit Hamza përfshi edhe Mërgatën. E para për të pa gjendjen të rene, e dyta për të pa cilat sot janë nevojat reale që i kanë qytetarët e Kosovës, sepse për ta bërë këtë vend më mirë, e para duhet ta kesh një vizion për ata njerëz që sot jetojnë më keq se që kanë jetuar para 4 viteve. Po i përmendi 5 prej zotimeve që janë 50, natyrisht zhvillimi ekonomik është thelbi, baza kryesore. Dhe shumë më vjen mirë që partitë ma në fund sepse njerëzve, dorën zamër zona Delio, me gjithë respektin për tema tjera, verjo, dialogu dhe gjitha këto, njerëzit e kanë mirëqenien, e kanë jetën e përditshme. Sakt. Pra, 50% mirëqenia e para 50% rritje të pagave. I përmendëm deri me tani Muhamet
sfida që sot i ka qytetari i Kosovës, prej çmimeve, inflacionit, çmimi i rrymës, edhe ato biznese që sot kanë punëtor, detyrohen që të paguajnë një punëtor me një çmim, me një pagë më të madhe për shkak se është rritur rryma, është rritur konsum, çdo gjë është rritur. Dhe përjeton secili biznes, cila familje me të gjitha. Është paraparë 50% rritje e pagave për të gjitha kategoritë në sektorin publik. Kemi paraparë dhe masa lehtësuese në kuadër të pagës, për shembull, paga deri në 400 euro nuk do të tatohet, është një lehtësi cilën e ka paraparë kandidati ynë për kryeministër. Pagat prej 400 deri në 800 euro do të tatohen vetëm në vlerë 8%, edhe këto janë masa lehtësuese për shkak të çmimeve e inflacionit të lartë, ndërsa mbi 800 euro do të ketë tatim deri në 10% tek këto kategori që kanë pagën më të lartë, do të ketë lehtësira fiskale që janë paraparë në këtë drejtim. 200 euro është parapar që t'jetë pensioni më i vogël. Shihni, Muhamet, ne kemi takime me pensionistët dhe ju me plot të drejtë të thatë. Çështjet e veriut, paralajmërimet se në këtë vend do të ndodhin trazira, do të ketë luftë, tensione, barikada, e kanë lënë qytetarin si trajtim të tij dytësor. Problemet dhe hallet që sot i kanë qytetarët e Kosovës nuk janë as tensionet, as sanksionet, as janë sanksionet, sepse fundja ato janë para që vinë në buxhetin, derdhen në buxhetin e shtetit, janë mjetet pezulluara të Bashkimit Evropian. Por sot fokus kryesor është se si një pensionist të zgjedh a do t'i paguaj medikamentet që i duhen në bazë mujore apo të ketë. Pra, ju po thoni që qytetari ka mbet ulënë anash. Absolutisht. Gjitha kategoritë. Pra, 200 euro është parapar që t'jetë pensioni më i vogël. Dhe këtu do të ketë rritje të pensioneve minimale në 200 euro dhe rritje 30% të pensioneve kontribudhënëse. Është nevojë e jashtëzakonshme që këtë kategori ta trajtojmë me shumë dinjitet. Pra, rritje në 50% e përfitimeve për kategoritë e dala nga lufta. Veteranët, invalidët, pjesëtarët, do të thotë familjet e dëshmorëve, ka pas një masë diskriminuese ndaj kësaj kategorie, vetëm këtë mandat. Nuk e them me shumë ëndje këtë çështjen e diskutimeve, trajtimeve të veteranëve në mes të Radojqiqit e të zonjës Kusari, por ka qenë shumë përçmuese që për kategori që kanë dhënë gjithçka nga jeta e tyre, gjymtyrët e tyre, të diskutohet me Radojqiqin që ata të përjashtohen nga paga minimale. Jo vetëm kjo. Është degraduar pozicioni i ushtarit, i luftarit, i familjeve të dëshmorëve. Sot familjet e dëshmorëve me programin e Zotit Hamza nuk do ta marrin, do të kenë lehtësira, ata nuk duhet të zgjedhin në mes të pensionit që ju takon, që nuk mund të paguhet me vlerë financiare që është pensioni i dëshmorit, por ata do ta marrin edhe pensionin e tyre të pleqërisë. Veteranëve dhe ashtu do t'ju lejohet puna. Ata do të kenë mundësi që të jenë kategori e cila ka mundësi që të jetë pjesë e një vend, të ketë një vend pune, të ketë një sistem më meritor për ta dhe janë parapa 50% rritje të pensioneve për kategoritë e dala nga lufta. 2 ditë më herët kishim një takim të jashtëzakonshëm në Prishtinë me afërsisht 2000 veteranë, cilët nuk duhet të trajtohen sot si kategori për cilat shteti ka një diskurs përçmues. E para ta kthejmë dinjitetin e tyre, të rrisim pensionet dhe ata të trajtohen me dinjitet e respekt. Tatimet më t'olta, pagat më të mira. Po, dhe po besoj që edhe Zoti Hamza, prej asaj që i kumpoj ka zbërthy në disa, do më thënë, këto 3 ke tatimet, tjetër? Lehtësira tatimore për bizneset për t'i ulur edhe zbutur çmimet e shitjes. Okej. Kjo është një diçka që kemi diskutu shumë gjatë. Bizneset gjatë takimeve me Zotin Hamza dhe me ne janë ankuar shumë. Ka pasur ankesa atyre që nuk kanë përkraje për shtetit dhe në anën tjetër ata ka nevojë për lehtësira e për t'i zbutur këto çmime cilat natyrisht përfitojnë edhe konsumatorët, sepse kur ka lehtësira tatimore edhe çmimet ulen edhe konsumatori ka pastaj qasjen më të lehtë në këto shërbime. Qerdhet është njëra prej pikave që unë kam më shumë ti për zemër dhe po mundohem të flas se vetë jam nani, kam 2 fëmijë,
të rritur tashmë, por jo vetëm gjatë fushatës, ju e dini që kanë qenë 160 qerdhe të premtuara në mandatin e kryeministrit Kurti. Prej tyre janë ndërtuar 3-4, nuk jam e sigurt sepse ka pasur diskutime që kanë filluar së fundi kur themelet. Kanë filluar që tash. Është kohë fushate dhe tash merreni me mend. E takova një mësimdhënëse të shkollës Hasan Prishtina dhe më thot Blerti kam 3 fëmijë. Vetëm një qerdhe publike nuk ishte vendosur që ka mundësi në fakt ajo, kishte mundësi ta çoj fëmijën e saj në qerdhen publike. Për 2 të tjerë, tha jam e detyruar të çoj në qerdhet private. Çmimet e qerdheve private sot janë bukur të larta për një mësimdhënëse e cila e dini sa është paga e mësimdhënësit në Kosovë sot, paga ulët. E më tha që jam e detyruar ta lë punën, sepse për 2 fëmijë të tjerë është e papërballueshme t'i çoj në kopshte private. Duke pa sfidën që e kanë gratë, dhe kjo lidhet edhe me mos përfshirjen e tyre në tregun e punës. Që është një problem jashtëzakonisht i madh. Statistikat e agjencionit të dalën nga agjensioni statistikave të Kosovës për pjesëmarrjen e vajzave dhe djemve në universitet, flasim për një përfshirje shumë të madhe të vajzave, të cilat diplomojnë, sesa të djemve. Në anën tjetër, nëse shohim tregun e punës, statistikat janë vërtet të dhimbshme, sepse sheh numër... Sepse gjendja pastaj tregon realitetin. Edhe unë shpesh e them, nuk është Prishtina shembull që duhet të merr. Në momentin që del në fushë Kosovë tutje, edhe çdo komuna pastaj vesh njëna prej. Në qerdhen në fushë Kosovë, tash llogariteni, çka bajnë familjet një çiftëri i cili do të ketë ka vend, maset një vend pune, po ku ti çoj fëmijët? Si ta përballoj? Pra 100 euro kompenzim familjeve të cilat janë të detyruar të çojnë fëmijët në qerdhe private dhe qerdhe të reja, natyrisht, qerdhe të reja në gjithë Kosovën. Mundësit për 3. Ju i përmendët 3-4 dhe ishtash nëse shkojmë te ky 5 për me rrumbullaksu, për faktin që po du tash te pjesa e fundit, sepse po na shkon koha, arsimi absolutisht. Ju e dini që Zoti Hamza në programin e tij zgjedhor ka parapar 25 milion euro bursa për studentët. Shihni sot duhet të ketë një fokus që tregun e punës ta lidhim me arsimin. Kosova prodhon mjaftueshëm jurist, ekonomist, në anën tjetër nevojat e tregut duhet të përshtaten me nevojat e profileve të cilat sot diplomojnë. E për këtë janë parapar bursa që t'i subvencionojnë studentët në mënyrë që ata pastaj ta kenë lehtësira që të gjejnë një vend pune. Kosova sot ka shumë të diplomuar. Në fakt, nëse shohim tek punësimi, e sheh që tregu i Kosovës jo rrallë nuk e ka të mundur që t'i absorbojë ose t'i përfshi gjitha këto kategoritë cila dalin nga universitetet e Republikës Kosovës, qofshin ato publike, qofshin ato private. Prandaj është parapar që të ketë një mbështetje shumë të madhe të arsimit, ekipi Pra, vazhdo ndalim te kjo, fokus për arsim, fokus për pensionist, fokus për gratë, fokus për qerdhe, zhvillimin ekonomik. Shëndetësia dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Sepse kur e tash këtu është pyetja jem po, e vërtet, këtu po du më dal te e fundit, sepse këto janë ekonomike si ofertë. Por nëse këto pastaj me kandidatin tuaj, me ato që ju po e quajni Kosova mundet më mirë, natyrisht ka edhe aspekti politik. Aspekti politik për të shtyr këto tema ekonomike është buxheti, janë planifikimet. Pse edhe si mundet PDK të shtyr këto tema para në të ardhmen me zotin Bedri Hamza, edhe në aspektin politik, kur kemi shumë çështje të cilat na presin në tavolin, njëna për tyne natyrisht. Është edhe dialogu, edhe të ajo që ju e nesët partneriteti me mishtë ndërkombëtar. Viteve të fundit, Kosova ka qenë prej shteteve të pakta, mos them, me partneritetin më të ulët, si në rajon, si me bashkimin evropian, si me shtetet e bashkuara të Amerikës. Dhe kjo nuk do ndodh me PDK nëse nesër është në pushtet? Muhamet, ne kemi pas një kryeministër i cili ka garuar, është përfshirë në procesin zgjedhor në rajon. Është përfshirë në procesin zgjedhor në Shqipëri, në Maltëzi, në Maqedoni, në Lugin. Ndërkohë që njëri prej premtimeve kyçe të tij ka qenë bashkimi kombëtar. Pra, prej bashkimit kombëtar,
Ne kemi mbri ta shohim një kryeministër përqarës për shqiptarët në rajon. Në vend të një unifikimi të spektrit politik shqiptar kudo, kryeministri është përfshirë në përqarjen më të madhe të shqiptarëve në rajon duke u përfshirë në procese zgjedhore në shtetet mike. Dhe kjo nuk do ndodh me PDK-n në të ardhmen dhe me kandidatin tuaj dhe nëse jo vini në pushtet. Në të kaluarën, ne kur kemi qenë në qeverisje, jemi kujdesur që raportet e takimeve të qeverive, sidomos takimet e dy qeverive, të Kosovës, Shqipërisë, ndihmesën për shqiptarët në Maqedoni. Lugin, shqiptarët e Luginës të diskriminuar tash e sa kohë, më pakta që sot ju duhet shqiptarëve atje është që të kemi një kryeministër përqarës, i cili as nuk i kryen detyrat në shtëpinë e vet, ku ka marrë besimin e qytetarëve të Kosovës, por i del rend që të përfshihet edhe në fushata zgjedhore e të shkaktoj një, po e them, situatë shumë të paqartë të shqiptarëve të cilët kanë hallet e tyre në rajone dhe në vendet ku ata jetojnë. Prandaj po e ripërsëris edhe një herë, partneriteti i cili sot viteve të fundit ka filluar të shihet si servilosje, ka filluar të shihet si i turpshëm. Kjo është njëra prej përpjekjeve të shumë hershme, para shumë kohë që Serbia i ka bërë për ta lënë Kosovën e vetme, për ta lënë një Kosovë pa partner. Dhe jo, nuk do të vazhdoni me këto. E fundit, pse Kosova mundet ma mirë me zotin Bedri Hamza sipas PDK-s? Kosova mundet ma mirë me zotin Hamza për shkak të të vizionit të tij, për shkak të parashikueshmërisë së tij, për shkak të një kandidati që e para është njeri profesionist, njeri me integritet lartë, ka një listë zgjedhore të jashtëzakonshme. Është dëshmuar në gjitha periudhat sa herë që i ka shërbyer Kosovës me integritet të plot, profesionalizëm dhe me mënyrën se si ai fjalën cilën e ka thënë e ka mbajtur deri në fund. Në kohën e thash edhe më herët, në kohën e zotit Hamza janë ndërtuar autostradat, janë ndërtuar mijëra kilometra rrugë, janë rritur pagat. Partia Demokratike e Kosovës me zotin Hamza e para do ta bëj Kosovën më mirë në aspektin ekonomik, mirëqenie më të mirë për qytetarët e Kosovës, çmimet të përballueshme për shkak të rritjes së pagave, tatime më të ulta, partneritet më të mirë e stabilitet për Kosovën, veprime të koordinuara, të parashikuara dhe gjithsesi arsye shëndetësi më të mirë. Unë për pensionistët natyrisht e diskutuam edhe më herët, është nevojë e këtij vendi sepse në fund të ditës ne do ta kemi për pasojë ikjen, eksodin që po e ndjejmë secilin familjet tona. Për ta bërë këtë vend më të mirë duhet të ketë një vizion, parashikueshmëri dhe unë jam e bindur që me datën 9 qytetarët e Kosovës do t'i kenë dy pyetje para vetes. Çfarë ka ndodhur për këto 4 vjet? Sa është zhvilluar Kosova për 4 vite apo jetohet më mirë për 4 vite të qeverisjes në ike? Dhe vizioni tyre do t'jetë vizion që këtë vend ta bëjnë më të mirë. Unë jam e bindur që Partia Demokratike e Kosovës do të dalë fitimtare në këto zgjedhje. Zonja Delio, faleminderit shumë për këtë intervistë dhe për atë se çfarë ofron për të parë për publikun, për lexuesit, për shikuesit e Telegrafit, se çfarë ofron Partia Demokratike në këto zgjedhje dhe ofertat konkrete. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën. Shumë të nderuar, ishim me zonjën Blerta Delio, përfaqësuese e Partisë Demokratike të Kosovës, ku dëgjuam plan programin, ofertën e kësaj partie dhe synimet. Po shpresoj që edhe parti tjera do të vinë të shpalosin programin edhe mos të thonë që jo nuk vim në emisione ose debate, shihemi në intervista tjera të radhës.